Drena Baze dhe Zigzag Orkestra sapo kanë përfunduar videoklipin e tyre më të ri. Kënga titullohet Si Era, me orkestrim, muzikë dhe tekst nga vetë Dreni. Ndërkaq videoklipi është punuar nga produksioni Imagine. Dhe jo vetëm kaq, këta së bashku shumë shpejt do të kenë një koncert për publikun francez në Paris. Për më shumë detaje ndjeki materialin në vazhdim, e gjithashtu mund ta shihni videoklipin për herë të parë premier tek ne. Shikim të këndshëm. Ndër bendet më të njohura në vendin ton, miksimi i muzikës jazz dhe asaj ballkanike ishte formula e suksesit që e bëri Zigzag Orkestrën të kenë një sukses të madh që nga paraqitja e tyre e parë. Në krye me këngëtarin Drena Bazi, ata thyen disa tabu të muzikës në skenën tonë. E suksesi i tyre po kalon edhe kufi tanë. Drena Bazi së bashku me bendin janë ftuar për të performuar në Paris të Francës në një koncert gjigant. Është një koncert që kam mbajtur në tetor, pikërisht në datën 6 tetor këtij viti. E mira krejt kësaj pune është që koncerti është për publikun francez, domethënë edhe ne kemi një shans paktën mu prezantu para një publiku tjetër. Mirë po Dreni nuk po shkon i vetëm, a i ka menduar që pos këngëve të tij, këtë koncert andaj në 2 pjesë, ku në njërën do të këndohen këngët madhështore të bilbilit tonë Nezmije Pagarusha, të interpretuara nga tashmë ylli shqiptar Elina Duni. Gjithsej koncerti kam zgjatur një 2 orë. Me thonë drejtën, alo nuk e kemi bërë asnjë provë, thjesht jemi marrë vesh, kanë qenë në opcion disa këngëtare. Edhe në fund kemi vendosur për Elina Dunin, me qenë se Elina Duni është një emër i njohur në Francë. Një miksim mjaft interesant i artistëve shpresojnë që të sjellë sukses. Edhe pse disa muaje ndajnë nga ky koncert, Dreni vetëm sa ka filluar përgatitjet, sepse përsosshmëria e paraqitjes është pika e dobët e tij. Përveç tregut francez, ku Dreni shpresoi të lëshojë rënjët e tij, edhe Italia është synimi i tij i radhës për të mbajtur një koncert. Klipi i ri është një klip shumë i bukur. Është krejt xhirimet janë bën në Ndrimades, në Vërmin, në jug të Shqipërisë. Kënga është Si Era, emrin e ka Si Era. Është një këngë, një balladë mediterane, egzotike, adin është një këngë e lezetshme. Por ky koncert nuk është projekti vetëm i Drenit, ai sapo ka realizuar edhe klipin e tij më të ri. Si gjithmonë, klipin do e ndiqni në vazhdim në privat.